Zotit Oli Bash, zonjë dhe zotëri, si klerik do të nis me prallën e një prifti. Një prift një herë shkoi me popullin për të varrosur për të shpënë të vdekurin në varre. Udhës pranë një pylli, prifti tha qëndroni një minutë këtu. Arsyeja për të cilën qëndroi nuk u muar veç, dhe njerëzia po çuditëshin si e la të vdekurin atje. Kur e pani që kthehet nga kisha me një dyfek, edhe heshtën i tha, edhe ja krisi, edhe pastaj do hajde ja për këtë e u thash që të prisni këtu, këtë punë kisha. Ama në rurat, po e le të vdekurin këtu në mes ta, që të vrasë një ljepur, budalenju tha e tani. I vdekuri pret, ljepuri nuk u pret. Kur do herë që vjen rasti për të mbajtur në një fjalë të madhe, më kujtohet një mesele nga historia e Greqisë klasike. Ta nga ju që kanë hinë në historinë e Greqisë së vjetër kanë dëgjuar emrin e Demosthenit dhe Elmos, nga oratorët më të mëdhenj të vjetërisë greke. Rivali i tij, kundërshtari i tij që Eskini. Fjalët e tyre i kemi që të gjitha dhe po i këndojmë sot. Lufta që kishin në mes të tyre ishte ç'duhej të bënte Athina kundër Filipit të Maqedonisë. Demostheni mbante këtë politikë. Ti bie Filipi. Edhe theza e tij, duke ditur që Greqia nuk ishte as pak e zonja të përballte Filipin, na duket si ajo theza të cilën do ta gjejmë në këngën popullore të Gjolekës. Bëhet një këshill e luftës. Si do ta bëjnë luftën? Një nga ata në mes të këshillit u tha, "Tu hidhemi o Gjolekë." Një teatër i tha, "Mos o lap se s'ke fishek." Kështu që Demostheni i thoshte, "Tu hidhemi." Eskini u thoshte, "Amanis, o të merri vetën me qafë." Sidoqoftë, lufta herën atë kohë bëhej me logë, me fjalë, përpara mbledhjes së qytetarëve atenianë, edhe luftën e fitoi Demostheni. Edhe aherë e di se ç'ngjante për atë që humbiste luftën, e surdinosin nga Athina. Kështu që e surdinosin Eskinin, që të kuptoni sa e bukur që kjo gjë është, kujtoni se kur e humbi cilët luftonin në fushatën elektorale të presidentit, Kennedy tani më kuptoni dhe Nixoni më duket? Nixoni, po. Pasi e humbi Nixoni, ta surdinosin Nixoni sekretari. Edhe kujt ja dërgoni, pa? Ja dërgoni Khrushchevin. Tamam ashtu bënin atenianët e kohës së vjetër. Sidoqoftë i shkreti Eskini u ngrit dhe shkoi në Persi, e cila ere përfaqësonte për Greqinë Khrushchevin e sotme. Edhe ata që ku dërguan në një nisi atje. Edhe në atë nisi jepte mësime retorike, mësime si të mbajnë fjalë. Edhe Eskini me atë rast nisi dhe të këndonte ato fjalë të cilat mbajti kundër tezës së Demosthenit. Fjalë shumë të bukura. Edhe një nga ata, me të drejtë një nga ata të sheput që po dëgjonin në klasin e tij, tha, "Po, u the këto fjalë atenianëve dhe atenianëve
pas kësaj fjale të sulbinoshme, i dhe, si kur të dëgjoni dhe të maskaranë tjetër, du të kuptoni të arshyrë. Kështu, këtë mesele ja thash një shoku që rinte afër meje dhe më duket që nuk duhet ta mbanja të fshehtë, të duket që në një fjalë fshehtë, të cilën e biseduam dhe ju a thash edhe juve që ta dini. Sidoqoftë tash të hyjmë në themën e ditës. Si vjet rastis që të kemi një 4 aniversare të ndryshme. Aniversari i parë është ai aniversari im i klasit të 12, 1912 të Harvardit, një klas shumë i madh, tani me njerëz janë bërë shumë të dëgjuar, nuk do të përmend shumë emra, por mund t'ju them vetëm që jati i presidentit të sotëm ishte një nga shokët e klasit, Harvard 12. Jati i nusës sekretarit të shtetit, Fuazi ishte një nga shokët e klasit tonë. Edhe natyrisht me të tjerëve edhe pendenëzi. Tashi, nga një anë është një gjë e çuditshme që të rosh 80 vjet, aq sa kam rojtuar, se tamam 80 jam tani. Nga një anë është një trimëri, por nga ana tjetër është një mjerim. Një mjerim i cili mund të përshkruhet shumë bukur me atë mesele, me një mesele të Luizit të 14 të Francës. Luizi i 14 të Francës, që nga një nga mbretërit më të dëgjuar të Francës, po në fundin e mbretërisë së tij pati shumë njerime. Edhe disa nga luftërat e tij i humbi në fund. Edhe një herë një nga ata generalet që humbi atë luftën më të fundme, vajti që t'i bëj një raport Luizit 14, edhe i shkreti s'dinte si ta niste që ta tregonte atë njerim që pësoi ushtria frege. Luizi 14 i tha, urdhëro, i thuaj sa do lajme të hidhura që të jenë, se në vërsën tonë s'ka lajme të mira. Një tjetër aniversar është ky aniversari i treti aniversari i Vatrës, ju thash për aniversarin e 80 time, aniversari i klasit të Harvardit, aniversari i Vatrës. Që në qershor 13 1912 gjersot. Aniversari tjetër është ai i cili do të na vijë në nëntor, 28 të nëntorit, në aniversari i Shqipërisë, i independencës shqiptare. Edhe këtu më kujtohet një tjetër mesele. E keni parë shumë herë në kishë pikturën e Shënjanit. Shënjani është veshur me një, e vetëm a veshje që ka është një punë prekime është gamiles, edhe një breshë të lëku. Një bari i cili zbriste nga mali rallë e tek, jam 3-4 herë për të vajtur në kishë. Vajti njërë në kishë, edhe pyeti, ç'është sot ky panajir kaq i madh? Shënjani i tha. Shënjan pagëzoi. E shkoi kjo. Herën e dytë, kur të priti, i thanë, ç'është sot ky panajir? Shënjani. Shënja 5-6 herë Shënjani në modë. Herën e tretë, herën e katërt Shënjani, shumë bukur tha. Vajti pastaj atje të paçi muratën, tash e mora vesh përse s'ke këmishë, se të bën panajire të rjetën tënde. Tash të vim në aniversarin e Vatrës.
Nuk do t'i thonë shumë gjëra, vetëm do t'i thonë sa gjëra të paka, të cilat karakteristike të kësaj organizate të madhe, e cila lojti një rol historik në historinë e Shqipërisë. E para punës e me loj Diellin, e cila është një gazetë që nisi më 1909 edhe po vazhdon akoma, domethënë një jetë prej 53 vjeç, në mos lejtite. S'ka asnjë gazetë tjetër shqiptare e cila ketë një jetë aq të gjatë. Vatra kur u shkel Shqipëria pas luftës ballkanike dhe përpara luftës, dhe në kohën e luftës së parë, lojti po thua rolin e një qeverie në mërgim. Vatra po përmbante delegat në Evropë për të mbrojtur Shqipërinë, se s'kishte njëri tjetër që ta mbronte. Edhe këta delegati qenë Konica, edhe Turtulli, edhe Vatra, në 3 qershore mblodhi paratë të përmbajnë këto delegata. Këta delegatë. Edhe jo vetëm përmbani me të delegatët tanë, po përmbani me të delegatët e kolonive të tjera.